Dashi. Sot do ta nisni ditën me një dozë frike, por me kalimin e kohës do kuptoni se gjithçka do rrjedh më së miri. Në çift, emocionet do jenë të fuqishme dhe çdo moment së bashku do duket si një skem filmi romantik. Beqarët do ndihen më të gatshëm se kur për të bërë hapat e mëdhenj drejt dashurisë, planetet do ju sillin takime vendimtare. Në punë, periudha e tensionit do marrë fund, presioni do u zbutet dhe do e shihni me optimizëm rrugën përpara. Financat do qëndrojnë të balancuara, por një dozë kursimi sot do sjellë përfitime të prekshme nesër. Demi. Kjo ditë kërkon maturi dhe vëmendje në çdo vendim, sidomos kur firmosni dokumente të rëndësishme. Në çift, do ta gjeni kohën për të planifikuar një udhëtim romantik që do forcojë lidhjen. Për beqarët, ritmi mund të jetë i ngarkuar dhe pak ka kohë për romancë, ndaj shtyni ndonjë takim veçanërisht të rëndësishëm. Në punë, aftësitë tuaja gjuhësore do vlerësohen maksimalisht, çdo orë studim do u kthehet në avantazh. Financat po normalizohen, merrni nismën për të kursyer për të ardhmen dhe shmangni shpenzimet e tepërta. Binjakët. Sot është dita ideale për t'i sqaruar gjërat në çdo aspekt të jetës. Nëse dyshoni për partnerin, hapni një dialog të sinqert dhe paksoni tensionin. Beqarët do të përjetojnë një moment fat që mund t'i çojë drejt një lidhje të re, të fortë dhe të ëmbël. Në punë, ndërgjegjshmëria ju ndihmon të pranoni gabimet pa frikë dhe të korrigjoni kursin me diplomaci. Buxheti do qëndrojë në ekuilibër, kështu që nuk keni pse të shqetësoheni për shpenzimet e javës. Draforia. Nëse keni ndjerë monotoni, sot është dita për të thyer rutinën. Surprizoni partnerin me diçka ndryshe. Merkuri do favorizojë romantikën në çift dhe do nxjisë falje për çdo keqkuptim të kaluar. Beqarët do kenë rastin të nisin një marrëdhënie serioze dhe të qëndrueshme që mund të zgjasë. Në punë, adaptimi ndaj detyrave të reja është kyç, por kushtimi juaj do shpërblehet me përparime. Nga ana financiare, ekuilibri do vendoset më lehtë se sa prisni, duke ju lejuar të kurseni dhe të përgatiteni për investime të ardhshme. Luani. Sot do të ndjeni nevojën për autonomi dhe për të hedhur hapa që reflektojnë dëshirat tuaja më të thella. Në çift, partneri do përqafojë eksperimentet tuaja dhe do bashkëkrijoni projekte që forcojnë lidhjen. Beqarët do kenë një ditë të qetë, pa takime befasuese, ndaj mos ngutni ndryshimin. Në punë, një koleg do ju ofrojë ndihmë të vlefshme që do ju shtyjë drejt qëllimeve tuaja. Financat përmirësohen fal shpërblimeve të papritura. Shfrytëzojeni mundësinë për të hequr menjan disa kursime. Virgjëresha. Sot, durimi juaj do vihet në provë nga mungesa e qartësisë, por nga mesdita gjërat do bëhen më të lehta. Në çift, do përjetoni momente magjike dhe pasionante, keni guximin të tregoni çdo ndjenjë. Beqarët do kenë mbështetjen e miqve për takimet e duhura, ndaj hapuni ndaj sugjerimeve. Në punë, qëndrueshmëria dhe bindja ju ndihmojnë të refuzoni presionet pa u ndjerë fajtor. Buxheti kërkon kujdes, mos nxitoni në shpenzime, sepse sfidat e së nesërmes mund të kërkojnë fonde rezervë. Peshorja. Ky është një ditë e fritshme për realizimin e ëndrave tuaja personale. Në çift do bashkëpunoni në mënyrë të përkryer, duke krijuar një ambient të ngrohtë dhe eufori. Beqarët do kenë flirte të ëmbla, por jo domosdoshmërisht një lidhje afatgjatë, shijoni çastin. Në punë do të keni nevojë të përqendroheni, pasi përqendrimi mund t'ju sjellë kritika nga shefat. Financat do jenë të qëndrueshme, por kujdesi me çdo shpenzim të madh mund të ruajë stabilitetin. Akrepi. Sot, sfidat emocionale mund t'ju nxisin për të kthyer nga e kaluara, por është koha të fokusohemi në të ardhmen. Në çift, debatet e vogla mund të çojnë në përkeqësime të paqëndrueshme. Kërkoni të zgjidhni me maturi. Beqarët do preferojnë takime të lehta, pa përkushtime të mëdha. Në punë, përgjegjësia për detyrat e kolegëve mund t'ju mbingarkojë. Refuzoni hapur kur nuk jeni në gjendje. Financat do qëndrojnë të balancuara, duke ju dhënë mundësi të investoni në projekte të vogla me kosto të kontrolluar. Shigjetari. Sot do të shfaqni anën tuaj më sociale dhe do të fitoni mbështetjen nga miqtë për çdo iniciativë. Në çift, marrëdhëniet e qeta mund të çojnë në vendime serioze dashurie ose në ndarje përfundimtare, në varësi të sinjalit që merrni. Beqarët do jenë tepër kërkues dhe nuk do gjejnë lehtë gjuhën e përbashkët me persona të rinj. Në punë, ambicia dhe bashkëpunimi me kolegët mund t'ju çojnë në ftesa për role të reja. Mendoni para se të pranoni. Financat do jenë të dobishme për t'u përmirësuar, por shmangni marrjen e kredive të panevojshme. Britsjapi. Sot të hasni pengesa që do ju krijojnë ndjesinë se çdo gjë është në ajër, por kurreshtja dhe kreativiteti juaj do ju ndihmojnë t'i kapërceni.
Në çift, jetoni momente ekstreme pasioni, por rrjedhimisht edhe debate të forta. Sinqeriteti është çelësi për pajtim. Beqarat do fokusohen te takimet e rastësishme, pa pritshmëri të mëdha, duke ruajtur zemrën të hapur. Në punë, duhet të organizoheni mirë për të shmangur konfuzionin dhe për të realizuar planen. Financat do përmirësohen ndjeshën nëse vendosni kursim të vogël çdo ditë dhe shmangni veprimet impulsive. Ujori. Sot, durimi është fjalëkalimi për suksesin, nxitimi dhe inati nuk do ju çojnë asgjë kondi. Në çift, përkushtimi juaj I plot do sjellë momente fantastike që do ngjallen zili tek të tjerët. Ruani harmoninë me vendosmëri. Beqarat më në fund do takojnë ditë interesant, por siguria juaj duhet të jetë më e fortë se çdo entuziazëm I papërpunuar. Në punë, pak organizim ekstra do t'ju mbrojnë nga rivalet, ndërsa nxitimi mund t'ju futë në telashe. Financat do kenë përmirësime, por kujdesi me çdo shpenzim të madh do sigurojë që gjendja të mbetet e qëndrueshme. Peshqi. Intuita e fuqishme dhe imagjinata e gjallë do t'ju udhëheqin gjatë gjithë ditës, duke ju bërë të shihni zgjidhje kreative edhe aty ku të tjerët ndihen të bllokuar. Në marrëdhënie, nëse jeni në çift, do rinvidhni afërsinë emocionale. Bisedat e sinqerta dhe surprizat e vogla do ringjallin pasionin dhe do forcojnë besimin mes jush. Beqarat do takohen me një person që prekthell shpirtin, prandaj mos hezitoni të hapni zemrën dhe të shprehni ndjenjat tuaja pa frikë. Në punë, kreativiteti dhe intuita juaj do të japin frytet e para. Financat kërkojnë kujdes, shmangni shpenzimet impulsive dhe investoni me maturi në plane afatgjata që do forcojnë sigurinë tuaj ekonomike. Përshëndetje, nëse kjo është hera e parë që ndodheni në kanalin ton, ju lutem subscribe, mos harroni të klikoni zilen që të informoheni të parët për videon e fundit. Faleminderit!